Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Zëvendës Ministre e Transportit e Republikës Maqedonisë së Veriut, Kaltrina Zekolli Zeqiri, akuzoi BDI-n se ka përdorur projektin autostradës Shkup-Llac ndër vite për të mbledhur vota. Në një konferencë për shtyp, Zekolli Zeqiri tha se në shkrimi kontratës për ndërtimin e pjesës së dytë të kësaj autostrade është dëshmi që projektet nuk realizohen me propagandë, por me punë. E premtuan në vitin 2008, e përsëritën në vitin 2011, 2014, në vitin 2017, 2020 dhe sërish në vitin 2023. Pas gjithë këtyre premtimeve, qytetarët panë vetëm rreth 2 kilometra rrugë. Për Blenin, patriotizmi matet me punë. Pas shumë vite shpritje, rruga Shkup-Llac më në fund kalon nga premtimi në realizim. Tha zëvendës ministri Zekolli Zeqiri. Kryetari i Lidhjes Shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Ziadin Sela, përmes një konference për shtyp në Kuvend paralajmëroi dorëzimin e amendamenteve për bllokimin e kodit zgjedhor nëse diasporës nuk i lejohet që në mënyrë elektronike ose me postë të votojë edhe në zgjedhjet lokale. Sela akuzoi partitë shqiptare si Vlende BDI se kanë rënë dakord bashkë me VMRO-n për të përjashtuar diasporën shqiptare nga zgjedhjet lokale që të mos kenë ndikim në komunat e rëndësishme si Kërçova, Bërvenica dhe Buteli. Duke folur për propozimet e tjera, Sela tha se votimi elektronik i diasporës në zgjedhjet presidenciale ka për qëllim zbejjen e ndikimit të shqiptarëve dhe arritjen e censusit sa më lehtë, ndërsa në votimin parlamentar në njësi të veçanta, Sela tha se duan që diasporën ta mbajnë sa më larg proceseve politike në vendlindje. Votimi i diasporës vetëm për zgjedhje presidenciale nën kupton përjashtimin e ndikimit të shqiptarëve në zgjedhjen e presidentit, me qëllim arritjen e censusit dhe shqiptarët mos jenë faktor që vendosin në lidhje me zgjedhjen e presidentit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Lehtësohen kushtet e punësimit të qytetarëve të Kosovës dhe Shqipërisë në vendet respektive. Pas nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit për mobilitetin në punë ndërmjet Ministrit për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Çlirimtare, Andin Hoti, dhe Ministres së Ekonomisë dhe Inovacionit të Shqipërisë, Delina Ibrahimaj, punësimi në vendet respektive mund të kryhet pa miratim për punësim nga agjicitë përkatëse, ndërsa do të kenë të njëjtat të drejta dhe mbrojtje si punëtorët vendas. Marrëveshja parashej gjithashtu njojën e kontributeve pensionale dhe sigurimeve shoqërore sipas marrëveshjeve në fuqi. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës i Kosovës, Glauko Njusa, kërkoi nga eurodeputeti Rio Teras që aplikimi i Kosovës për anëtarësim në Bashkimin Evropian të marrë vëmendjen e dur. Gjatë diskutimeve për zhvillimet politike në vend, procesin e formimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve parlamentare, si dhe integrimin evropian dhe euroatlantik të Kosovës, Njusa kërkoi të japet rrugë avancimit drejt statusit të vendit kandidat dhe negociatave për anëtarësim. Republika e Kosovës mbetet angazhuar maksimalisht për avancimin e rrugës europiane, thellimin e bashkëpunimit në institucionet e Bashkimit Evropian dhe përmbushjen e hapave të nevojshëm drejt integrimit të plot në BE, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Betri Hamza, gjatë takimit me eurodeputetin Rio Teras ndau shqetësimin për pamundësinë e krijimit të institucioneve plotësisht funksionale për një periudhë të gjatë, duke shtuar se Kosovës i nevojiten institucione që marrin vendime, zbatojnë reforma dhe rindërtojnë besim me partnerët evropian. Stabiliteti nuk nënkupton vetëm formimin e institucioneve, por dhe qeverisjen demokratike, dialogun politik dhe respektimin e kushtetutës të Hamza. Në fund ai shpreu mirënjohje për rolin e eurodeputetit Teras dhe të Parlamentit Evropian si mbështetës të fuqishëm të Kosovës dhe aspiratave të saj për anëtarësim në BE. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.